Mungesa ambienteve për zhvillimin normal të procesit mësimor është një problematik që shoqëron prej vitesh Shkollën e Mesme Artistike Fejim Ibrahimi në Gjirokastër. Nxënësit janë të detyruar të studiojnë në klasa kolektive dhe kudo që gjenden hapësirat e lira ku nuk përjashtohet as korridori apo oborri i shkollës. Mësues dhe nxënës të lodhur nga neglizhenca apelojnë për më shumë vëmendje nga autoritetet. Se nuk mund të zhvillohet një mësim domethënë normal nga 3 mësues, edhe nga 3 grupe nxënësish domethënë të ndryshëm, të niveleve të ndryshme të punojnë në një klasë, por janë kushtet të përcaktuara nga shkolla domethënë, nuk është se nuk ka mundësi domethënë lëvizjeje. Ka vështirësi të mëdha për shkak se jemi shumë dhe kavaletat zën pjesën e tyre dhe mësimi nuk është aq si të thuash i rrjedhshëm. Na mungojnë dhe modelet se punojmë në fotografi. E kjo ta pengon, domethënë artin. Nuk kemi klasa dhe të zhvillosh mësimin në korridor është e papranueshme. Nuk e di si gjykohet, po kam bindjen se ata lart që na drejtojnë do ta marrin seriozisht këtë problem. Para viteve 90, Shkolla e Mesme Artistike ishte një nga institucionet më me traditë në Gjirokastër, por gjatë tranzicionit ajo mbyll prej rënjes së interesit, jo vetëm nga nxënësit, por edhe nga autoritetet, ndërsa rimokëmbja e saj filloi rreth 5 vite më parë.